Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen. Jam penduar që kam qenë në lidhje me Eglit Takon. Olsi Bylyku habit me deklaratën. Olsi Bylyku ka folur në lidhje me një tatuazh që ka realizuar gjatë lidhjes së tij me ish partneren Eglit Tako, duke pranuar se sot ndihet i penduar për të. I ftuar në një emision së fundmi, Olsi foli hapur për vendimin që ka marrë për ta ndryshuar tatuazhin, i cili dikur ka pasur një domethënie sentimentale. Jam penduar për një tatuazh që kam pasur me ish partneren dhe e kam ndryshuar. Ka qenë një gjysmë hëne dhe gjysmë dielli. Kam bërë një mask në vend të saj, një mask aktrimi, tha Olsi gjatë intervistës ku ishte i ftuar së bashku me aktorin e njohur Nik Xhelilaj. Ky tatuazh kishte qenë pjesë e një simbolike çiftore, për të cilën kishte folur më herët edhe vetë Egli në një intervistë në vitin 2023. Ajo kishte shpjeguar se pavarësisht që fillimisht ishte një couple tattoo, e sheh atë si diçka personale dhe me kuptim për veten. Kam një tatuazh poshtë që janë dallgët e detit dhe perëndimi. E dua shumë perëndimin edhe pse ka qenë një tatuazh çifti, tashmë është një single tattoo, prap bën shumë sens, sepse perëndimi është pamja ime preferuar në botë. Unë kam diellin, Olsi ka hënën.